Përshëndetje nga kuzhina e Nirit. Sot kam vendosur të përgatit një iftar të shishëm me filet pulës që bëhet një recetë fantastike që ja vlen të provoni. Spori i kom qit me ozi pra makarona, 500 gram makarona, një lugë të mesme unë qit me veget, edhe ujin e val tash t'i kom lanë qëtësihen. Në anën tjetër na nevojiten 600 gram me misht pulës, e kemi marinu vetëm me biber të zi, krep edhe pak biber të kuq. Në anën tjetër 2 qep, 250 gram të purdha, një lugë të mesme me biber të kuq, një lugë të qajt me biber të zi, një lugë të mesme oregano, një lugë të mesme hudhër e bluar, një lugë të mesme veget, një lugë të gjellës me mill, 100 ml me qumsht, një spec të kuqe, një domate e kemi qeruar, kemi gri, një lugë të mesme salcë të specave ose të domateve, si dhe djath kaçkavall. Në anën tjetër, pasi që shterët uji për makaronat, ja qesim 100 ml shlagzane për ndryshe ojk, një lugë të mesme me curry, atë me mesin, edhe bismillah fillojna me përgatitjen. Hedhim vaj tek tigoni. Pasi që është nxehur vaji, tash i marrim mish me pulës. Ndyrojmë. Tash e rrotullojna mishin në anën tjetër. 3-4 minuta e pjekën e mishin. Tash e largojna mishin, e qesim në një plat. Edhe tek tigoni, tash qesim peshën, purdha, qep, tash shtojna edhe domatën që e kemi qeru. Janë zbutur edhe fërinet, tash që marrën në minutët. Salcën e specave ose të domateve. Udina. E në tash qumshin. Edhe mirin. E kemi nëmë shpërejtën, tash të e marrën edhe mbi filet pulës, qesim përgatitin që të me do me të purda edhe me krejt përbërsi që i thot. Furrën e kom shumë me nxehë në temperaturë 200 gradë që t'jetë e nxehur pra me parë. Ja qesim djatën ka që ka valë për një, edhe me një hajfu si pra përsi me furrën e nxehur.
Tash marrim pra djathën kaqkavall edhe qisin për mi. E kemi gry pra djathën kaqkavall me gryse, sepse blejmë 750 gram që është sopa e madhe pra. Mbasi që është shtërru ujë që shpesheni që shto, jo krejt, por deri në fund shkëmbit. Tash e marrëm një gotë pra të qajt me ajk ose shtlaksane, edhe me lmesin kërë, rëzine. E lojna një 3 minuta është të morën bërë. Edhe tepsin e kemi nxjerrë me misht pulës. Prej furrës është rreshkur shumë mirë pra për 25 minuta. Në anën tjetër po ashtu edhe makaronet janë gati për servim. Kështu që neve na beft mirë iftari juve po ashtu nëse e provoni lumshin duart e ju beft mirë, Allah na pranoft agjerimin deri në recetën e radhës nga kuzhina. Mirë të them, miru po fshim.